Kosovari ka drejt përzihet se nea do t'ja u japim strugën do kuj për këtë shovën të azam, po e sa që kam drejt unë të pytem se a mund Mitrovica të shkoj dikun tjetër. Edhe në këtë kontekst, ne shqiptarët jemi shumë bile në kufimet neveritshme, sa jemi të preokupuar me atë se do të çfarë mendojnë tjerët. Tjerët mund të mendojnë vetëm atë që mund të racionalizosh. Tjerët normalisht mund të përkrajnë ty ide për bashkim, kur e shohin se je i paaft, shqiptarët ende nuk kanë shtete. Ne flasim për shtete, këtu ndërgjë Kosova. Aty janë protektorate. Protektorati kur s'ka qenë shtet. Edhe Shqipëria është protektorat? Shqipëria është një lloj protektorati. Maqedonia është protektorat, mund t'ju them më shumë se Kosova. Sepse në shtet ku ju asnjë ligj s'mund ta sillni pa mos ju a lexuar Brukseli. Nuk di çfarë mund të quhet ai. Në një shtet. Atë kjo bie se së pari duhet bëjmë shtete. Po. Prandaj kam fjalë. Ne duhet një të masim forcat tona. Duhet dalim përpara pasqyrës pa u ndjek keq, edhe nëse duhet themi që s'mundemi këtë ta realizojmë. Kjo është më mirë se sa të krijosh iluzione se diçka mund të arrish, a nesër ta paguash shtet. Edhe un jam i thtar i asaj që ne njëherë të arrijmë atë integrimin ton të brendshëm. Integrimi ndonjëherë bëhet edhe pa prishjen e kufive. Në cilin kuptim? Në kuptimin që shqiptarët ende nuk kanë abetare të përbashkët, nuk kanë libër të historisë të përbashkët, shqiptarët ende ju i keni në Shqipëri për shembull ende neve na quajnë Maqedonas. Nuk e din se jemi shqiptar. Thonë vdiqën pësuan nga tërmeti në Itali 6 Maqedonas. Domethënë ne nuk e kemi kaluar fazën e vetnjohjes. E ne tash i mendoj se pak ndonjëherë ngutemi. Edhe pas gjithë kësaj duhet krijuar liria që të mendosh lirshëm edhe për atë përbashkëtën që ka të bëjë me territorialen, jo vetëm me gjuhën, jo vetëm me historinë. Po që kjo ai është territori im, Tetova është territori im. Një çështje që përmendet në këtë faktin, Vlora është territori im. Faktin e tërmetit që e sollet nga Italia, kjo ndodh më tepër se të na shuajnë ju si Maqedonas, ne si kosovar, se nganjëherë kam dëgjuar se ka po flit kanë lexuar në Shqipëri, se ka pasur në Shqipëri. Shini, mu në gazetë Tiranës ka shku titull kështu. Dje ishte në shtëpinë e librit shkrimtari Maqedonas Kim Mehmeti. Unë do e pranoj këtë, si që thot Kosovarit dhe s'është ofenduese, vetëm atëherë kur të shkruaj ai Slavo Maqedonasi, Shqiptaro Maqedonasi. Vetëm atëherë do e pranoj, kur do me thonë do të na identifikojnë me teritorin. Mirë po unë atë se pranoj, kur Maqedonas do të thot përkatësi etnike. A unë nëse bjem dakord në Maqedoni, që të ketë Slavo Maqedonas, Shqiptaro Maqedonas, Turgo, nuk kanë kuni farë ngarkesësh. Që të rumbullaksojmë që tjetë edhe një çështje debati. Ju mendoni se ende nuk jemi të gatshëm, duhet ende të forcohemi në këto shoqëri si jemi sot në këto shtete? Nuk mendoj vetëm atë, unë mendoj që edhe mbrapsht shtrojmë gjërat. Nuk duhet shtruar gjërat se a duhet bashkohet Shqipëria e Kosova, sepse është pak edhe naive. Ju të mendoni se do ta bashkoni Shqipërinë e Kosovën e 30% të shqiptarëve juve do t'ju aplaudojnë. Dhe do t'ju thonë mirë që u bët, ju vlezit e mëdhen, rregulloni punët, ne i vogël jemi edhe ashtu për të vuajtur, se thonë më mirë t'jesh qen i shtëpisë se sa vëlla më i vogël. Bën fshatin tim ashtu e thonë. Edhe në këtë kontekst, ju bile jeni të padrejtë. Jeni të padrejtë si vëllezër më të mëdhenj ndaj atyre që i lini anësh, edhe se ajo është logjika, pse ju thash, te ne vlen logjika e principatave, që ne ta kemi mirë. Bile edhe kjo pak ngjan logjik principate, që shini ne u bëm shtet tash pse ne tutje të shkojmë. Do me thonë, dihaxhojmë edhe 40 vjetë. Kështu, mande gjeneratat e tjera le të hapin. Ne jemi popull që jeton në këste. Edhe që i gjithë problemet copa, edhe prane. Unë nuk jam aq idiot, sa mos ta di, se jo dëshirat nuk përmbushen. Mirë po, ne duhet ta kemi agjendën tonë. Duhet ta kemi konceptin tonë, edhe duhet t'i frigohemi. Ka agjenda si pasur duhet të jetë? Agjenda duhet të kjo. Ne duhet të zgjedhim, o do presim diçka. Që ky Ballkan, nëse do të shkojë në Europë, ai do të shkojë kështu copa, do të shkojë kështu i konfrontuar me mure, ai do të shkojë i bashkuar. Do me thënë, nëse ne e masim, se neve na del mirë të presim që ky Ballkan të integrohet mes vete. Mirë po në ndërkohë të punojmë në integrimin ton, në ekonomi, rrugë ndërton, ju e keni Tiranën më larg se Stambollin, të nisën e prej s'është të thënë se të bashkohemi së pari në një shtet, thonë ju. Do me thënë, ose e bën këtë përgatitje, ose nëse e vlerëson se ajo tjetra të sjell më shumë dobi, pse jo.
pse jo, referendum gjithë popullor, mirë po asesi jo pa shqiptarët e Maqedonisë, sepse ne do të bëjmë çmos që t'ju dështoj ai referendum, edhe që mos bashkoheni, se sa për ndarë, ne jemi të ndarë, çfarë na duhet neve pse ju do të bashkoheni, çfarë dobi do të keni. Normalisht pak bëj hajgare. Zoti kur Fal Albin, veç du me thonë që ekzistojnë shumë teori mbi kombin, dhe në mbahet kush që e kupton kombin. Mënyra që kuptohet kombi sot në mendsinë, historiografinë edhe politikën e shqiptarëve, kudo qofshin ata për mua. Popullin mos ta konsiderosh si kombi Volkswagen që mund pozitë në gjithë drejtimet. Vetëm atë që fillojnë dallimet tona. Ta kuptosh kombin si origjinë, si gjak, si trull për bak, si territor që tha Zoti Behmeti, kjo për mua thjesht është veç një tezë biologjistike, kësaj edhe ahistorike. Prandaj unë e kuptoj absolutisht kombi i shtetit është një bashkësi e qytetarëve. Kombi i shtetit është një bashkësi e qytetarëve që nuk ndërtohen bazë gjaku, por ndërtohen bazë atyne që domethënë bojnë diçka për të nesërmen, që diçka që nesër ka më na mujt bashkë, që nesër ka më na mujt bashkë në një shtet. Veç pja u bëjnë një pyetje shumë që me reflektu. Çka ndodh nëse serbët kosovare pranojnë institucionet e Kosovës, e pranojnë policinë e Kosovës nesër, një të ardhme po flas. E pranojnë forcën e bojës së Kosovës dhe bin qoftë në kufi për të mbrojtur institucionet dhe kushtetueshmërinë e Kosovës, qoftë bin kryet detyrës. A janë ata patriotë dhe pjesëtarë të kombit kosovar? Janë, po. Unë shtu kuptoj kombin, falni. Unë jam shumë dakord me Kimin që po thot piknisja në një farë mënyre duhet jetë vetja si vullnet subjektiv e jo rrethona, po e jo të jetë tjetri si rrethon objektive. Nuk më len ky, nuk më len ai. Pra, në politik nuk mund të fillosh duke konstatuar rrethonën, por duke filluar prej asaj se çka është vullneti im dhe cilat janë interesat e mia. Kjo është e para. Natyrisht që duhet të analizohet rrethona, unë s'po them që mos të analizohet, po s'mund të jetë ajo piknisja. E dyta, më duket që Halili po beson Bashkimin Evropian më shumë se ata që e besojnë vetvete. Dhe me thonë, nëse shikoni Francën, nëse shikoni Irlandën, dështoj edhe traktati i Lisbonës, dështoj edhe kushtetuta, pra ata popuj duhet ta pranojmë, nuk po duan ta thellojnë më tutje integrimin. Ata po thonë mjaft tash për tash. Dhe në radhë të parë, Bashkimi Evropian është bashkim ekonomik. E kanë bërë valutën e përbashkët, nëse shikon në aspektin politik dhe në aspektin e vlerave, nuk janë aq të lidhur sa janë në aspektin ekonomik. Dhe tjetra që mendoj se është shumë e rëndësishme është që ndonjë se bashkimi kombëtar mund të duket aktualisht disi i parritshëm, i pamundshëm e kështu me radhë në aparencë, unë mendoj që duhet i bëjmë shumë hapa të vegjël, të mundshëm drejt qëllimit të madh në duket pamundshëm. Për shembull, shqiptarët e Kosovës të kenë të drejtë ta marrin në shtetësinë e shtetit shqiptar. Qysh e kanë kroatët në Bosnjë në shtetësinë e shtetit kroat. Dhe kush duhet ta bëjë këtë? Këtë ta bëj Shqipëria, mirë po këtë duhet ta kërkojmë edhe ne. Mandej, një libër arsimi, në arsim, një libër historie, një libër leximi dhe një abetare. Mandej, edhe shqiptarët nga Shqipëria tash me letë njoftim, duhet t'ua krijojë mundësinë që të vinë pa nevojë, pa të mos i kemë pasaportët. Dhe mendoj se hapa është vegjël mund të bëjmë shumë drejt këtij qëllimi të madh. Janë dy modele të kombit që po thot Halili, është paka shumë është modeli francez dhe gjerman, njëri politik, tjetri kulturor. Unë mendoj që tradicionalisht të shqiptarët ka qenë kjo e dyta. Dhe me thonë, edhe gjermanët e definojnë vetën si kom kulturor, ne e kemi prej lidhjes... Ja, këtë rast, Albin. Ajo në Gjerman, etnik. Po, Gjerman etnik. E pse s'po hekin dorën nga shteti për mu bashku me Gjermaninë? Po, për shkak se kanë qenë agresor luftën e dytë botërore. Edhe ja u kanë ndalu neni 4 i kushtetutës së Austrisë nuk i lejon më bashkë. Se me i qitë në referendum s'di që a ishë bëhalin. Veç një moment të shkërpreva. Hera tretë që po fleta. Po problem Kosovë, po sot problem në Austri. Jo, në Austri e kanë ndalu me më bashkë. Neni 4 si lejon për shkak të nacizmit, për shkak të Anschlussit. Nuk i lejojnë. Por edhe kështu, Halili tha që ne jemi të njohur, jemi të pavarur në Sovran. Edhe Bosnia bile ka dhe ullë se nuk e bë.